tona. Ju falenderit edhe shikojmë që I keni sjellur gjithmonë fëmijët tuaj edhe shpresojmë që siç tha edhe ambasadori do ta marrin stafetën nga gjenerata jonë që ti vazhdojnë punët të komunitetit. Ju falenderit shumë. Ne do të mbesim këtu edhe gjysmor, fatkeqësisht nuk mund të rrim më shumë se në shoqata e Dandinongut, po ashtu e mban këtë ceremoninë e ngritjes së flamurit në sheshin e Dandinongut, edhe na presin atje ka ora 11, por besoj do të ulemi, do të kemi një kafe këtu, do të përshëndetemi dhe mbas të një gjysmor do të nisemi për në Dandinon, kush ka dëshirë mund të vi edhe aty. Ju falenderit shumë.